Kryetarin e Lidhjes Demokratike Lumir Abdigjikun, kryeministri i Kosovës Albin Kurti e ka quajtur konstruktiv, por zgjidhje për emrin e presidentit nuk pati. Takimi shkoi në atmosferë konstruktive, mirë po kur ka diçka të re, do të njoftojmë. A se letra do të nënshina për Vjosa Osmani? Kemi zgjidhjet, por do të njoftojmë se ka bëhet. E Lidhja Demokratike u mblodh pas takimit. Besjan Mustafa tha para gazetarëve se ata ofrojnë dy opsione për çështjen e presidentit, përmes një konsensusi të gjerë politik me një kandidat që vjen si pajtueshmëri nga të gjitha partitë politike, ose përmes një marrëveshjeje politike klasike, në këtë rast mes LDK-s e vetëvendosjes. Sipas tij, deri tash asnjëra s'ka ndodhur. Mund të ketë takime të ardhme në këto ditë. Kemi pra afat deri më 5 mars në orën 12 të natës, pra që të zgjedhim presidentin. Jemi të hapur për takimet e radhës, nuk besoj që ne do të refuzojmë ndonjë takim nëse ftohet, por natyrisht me shpresën që do të kemi një zgjidhje drejt zgjedhjes së presidentit të ri. Ai tha se grupi parlamentar i partisë së tij është unik, megjithatë nuk dha përgjigje nëse do ta votonin Vjosa Osmanin edhe për një mandat në krye të shtetit, nëse ajo do të propozohej. Thash edhe një herë, e kanë pamundur tash të flas për emrat përveçse. Fillimisht dy partitë politike do të pajtoheshin që do ta zgjedhin së bashku presidentin. Pa e përsëritur vetën, do të pajtoheshin mbi parimet, kriteret dhe në fund për emrin e përveçëm. Pra duhet të jetë një emër që pajtohen dy partitë politike së bashku, jo njëra tim për në emrin tjetrit. Sa i përket mundësisë për shkuarin në zgjedhje të jashtëzakonshme, në LDK thanë se partitë politike vazhdimisht duhet të jenë të gatshme për zgjedhje, megjithatë në këto rrethana ato janë të panevojshme dhe nuk i duhen Kosovës. Takimet e ditëve të fundit mes liderëve të partive nuk kanë prodhuar ndryshim qëndrimesh, ndërsa vendi rrezikon të hyjë në një krizë të re politike, në rast se vendi nuk voton për emrin e kreut të ardhshëm të shtetit në 48 orë të mbetura.